Prokuroria e Tiranës mbylli hetimet për ish administratorin e dijes kompanisë së mbledhjes së borxheve të ÇEZ Shpërndarje Kastrioti Ismailaj dhe e dërgoi atë të pandehur në gjykatë nën akuzat e mashtrimit dhe pastrimit të parave për gati 5 milion euro. Sipas prokurorëve, Ismailaj në vitin 2005 krijoi kompaninë Adriatic Development Corporation me objekt këshillimi dhe financim për prodhimin e mineraleve, si dhe infrastrukturën e projekteve energjitike. Nga hetimet doli se kjo shoqëri ishte fiktive pasi nuk ishte zhvilluar aktivitet ekonomik, por në llogaritë e saj ishin kryer transaksione financiare në disa milion euro. Në këtë llogari nga viti 2006 deri në 2015 kishin hyrë $9.8 milion dhe 800.000 euro, ndërkohë që kishin dalë $4.1 milion dhe 11.000 euro, të cilat u konfiskuan nga organi i akuzës. Për këtë aktivitet prokuroria ngriti ndaj Ismailajt akuzën e pastrimit të parave. Përsa i përket shoqërisë Dia, sipas prokurorisë, ajo u regjistrua në korrik të 2010-s në Ishujt Virgjin. Fillimisht marrëveshja nuk u miratua nga bordi, ndërkohë që e njëjta marrëveshje për mbledhjen e borxhit të ÇEZ u miratua në shkurt të 2011-s me afat 2 vjeçar, por që përfundoi në tetor të po atij viti. Në dosjen e prokurorisë bëhet me dije se për mbledhjen e borxheve ÇEZ në bashkëpunim dhe me ish kryetarin e bordit drejtues Josef Hejsek, i cili është në netim, i pagoi Ismailajt gati 5 milion euro. Ismailaj nuk i përdori këto para për mbledhjen e borxheve, duke i shkaktuar në këtë mënyrë dhe shtetit shqiptar dëm financiar pasi zotëronte 26% të aksioneve. Për prishjen e kontratës në vitin 2013 kur ÇEZ Shpërndarje u rikthye në administrim shtetëror, Ismailaj u drejtua arbitrazhit ku kërkonte 135 milion euro shtetit shqiptar. Pak ditë më parë gjykata në Vjen rrëzoi kërkesën e tij, kjo pas hetimeve të nisura nga Prokuroria e Tiranës. 52 vjeçari aktualisht ndodhet në burg i arrestuar në maj të këtij viti, ndërkohë që me 2 akuzat e ngritura nga prokuroria, ai rrezikon nga 10 deri në 20 vite burg.